Një e pranoj dhe do t'jem me njerë perandor? Pikërisht! Më shikoni! Unë do të martohem! Juhu! Pallat i ëmbli pallat. I dashur Fron. Të mori malli për mua? Pa shiko. Vazhdon që të jesh i shëndritshëm. Vërshtetës e kokës, e këmbëve, e shpatullave. Kujeste ku i vogël që të mos dukemi shkurtër? Do të kthehem shumë shpejt, Fron. Do të bëj gati valixhet. Kjo s'më duhet, kjo s'më duhet, kjo s'më duhet, kjo s'më duhet, kjo më duhet. Çfarë bodel? Po, do të shkoj në dasmën time. Pastaj, do shpërngulem në pallat. Po mirë, po Malina. Sikur më në fund kishe një takim me të. Është çështje perandorësh, nuk do ta kuptoj dot. Nëse do të thotë i kthesh kurrizin miqve, unë nuk dua ta kuptoj këtë. Nuk po i kthej kurrizin askujt. Nuk po e bëj vetëm për vete këtë. Kur unë të kthehem në front, do të jetë një festë për të gjithë. Ty, mua, gjithë mbretërinë edhe Paçën. A feston Paça? E po do të festoj. Shiko se unë mendoj se Malina të ka qejf vërtet, ë? Ishte një takim për mëshirë, me siguri e ka harruar që tani. Ej, mami, si është receta për kuskekun? Ti ke ndërmend ta lësh në balt ato? Ta lën në bal. Prit, kjo do të ishte e pashpirt. Thjesht nuk do dal me të dhe do të martohem me dikë tjetër. E po të paktën duhet ja thuash. Po, pafshim. Ose është gjë, kuskek ai? Aha, për piknikun ton nesër. Po, për sa i përket takimit ton. O nuk do të vi, por mund të ham tani atë kuskekun. Çfarë? Unë më në fund bie dakord të dal me ty dhe ti i prish planet? Po, një konflikt i vogël. Unë do të martohem nesër. Do të martohesh? Kush mund të martohet me ty? Dua të them, me kë do të martohesh? Me një princesh. Por, dëgjoje këtë. Sa po të martohem, do t'jem përsëri perandor. A nuk është fantastike? Ti se ke problem. Ju lutem, mos i lini lamat tuaja pa mbikëqyrje. Faleminderit. Zona e bardhë është vetëm për ngarkimin dhe shkarkimin e lamave. Pra, si shkoj udhëtimi? E po herën tjetër kërkoj një sedilje në anë. Pa, mami, do të shkosh në pallat. Ka kohë për këtë. Sigurisht jam perandore. Dëgjoj, Kronku do të shoqëroj në një tur të vogël, duke filluar që nga kufiri verior. A i ke marrë me vete mbathjet e gjata? Mbaje mamin të zënë, kështu do të fitoj pa kohë për të bërë një marrëveshje me kuskon. Në rregull. Çfarë do të thoje me mbaje të zënë? Ajo për të cilën folëm. Tregoj vendin. E kuptova. Do të fillojmë nga pallati. Ja, pallati në fund, në fillim malet e largëta. Po pra. Ej, Fron, u ktheva. Froni, pas ke lëvizur? Përshëndetje, bukuroshe. Bëre ca ndryshime të vogla, to e shikon, Froni duhet të